Në qytetin e saj të lindjes, aty ku holli edhe hapat e parë të karrierës dhe arriti kulmin e saj, u shfaq premier dokumentari Zyliha Miloti, aktoria e 1.000 roleve, një vepër artistike që i kushtohet një prej figurave më të dashura të humorit shqiptar dhe të teatrit shkodran. Ky dokumentari realizuar me regji të Arjan Çuliçit rrëfen jetën dhe karrierën e jashtëzakonshme të Zyliha Milotit, aktores që për dekada me radhë dha shpirt humorit, dramës dhe satirës shqiptare. Përmes materialeve arkivore, intervistave ekskluzive, fotografive të ralla dhe kujtimeve të kolegëve, dokumentari sjell një portret autentik të një legjende të gjallë të skenës. Dalim të skenë, më ringjallën emocionet më dha. Kjo skenë është jeta ime. Në këtë skenë kam qa, kam qesh, kam kënu, kam recitu, kam këtësye valzu, por emocionit janë gjithë një dhe më të mëdha, për dekada me radhë. Por jam artistja më fatlume, sepse unë kam interpretu për krah kolozëve të artit shqiptar. Prandaj jam ndoshta kjo që jam sot. Krah miqve, kolegëve dhe publikut shkodran, premiere pa edhe vetë aktoria e madhe këtë dokumentar, që nuk i fshe emocionet. Ju keni qenë dhe jeni përsëri, frymëzimi jo. Jeni shpirti jon, jeni zemra jon. Ju faleminderit shumë, shumë faleminderit për ju. Ata që ndan një jetë skenën me të, por edhe miqësinë, janë të emocionuar kur flasin për Zylin, aktoren e dashur të të gjithëve, zonjën që pa diskutim bëri revolucion me rolet e saj në teatr dhe film, ku na prezantoi aq shumë karaktere të ngulitura në mendjen e të gjithëve. Dhe pas partnere Zyliha Milotin, është si një azmatik që ka bombën e oksigenit tu, aja është i bombën. Edhe ka kënë shumë aktore madhe, edhe i ka kushtu jetën. Kanë me edhe me i fmi. Ja po marrë pjesë në këtë festival, ja po marrë pjesë në këtë. Në është sakrificë madhe. Të bësh dokumentar për Zyliha Milotin, një aktore për masat të mëdha, është neri madh për mu, por është edhe një detyrim dhe një përgjegjësi e madhe. Do thoshe përgjegjësi e madhe sepse ajo është për dhënë dimensionet e saj është jo e lehtë. Unë i di mirë dhe thotë që të shpalosish në një orë gjithë karrierën e 65 viteve të një aktore që e kam thënë edhe dikun tjetër që janë aktorë që vinë një herë në 100 vjet. Artisten e skenës edhe të ekranit që me artin e saj ka bërë me të vërtet të kënaqen gjithë ta spektatorët të shqiptar, të qeshin, të kënaqen, të dorëtorkasin për artin e saj të mrekullueshëm. Kam frikë sa është pak një seri, e duhet me kanë një dokumentar me shumë seri. Për me folë për Zylin, dhe me thanë vetëm unë mundë me bëj seri. Imagjina se sa partner ka pasa në jetën e vetë, sa artista, sa filma, sa aja thot i mi, skeqe, po unë mendojnë që ka ba ndoshta 2000. Sepse në çdo premier kam prit me ba 10. Zyli është një dhe nuk mund të bëhen, është mretnesha jonë, po asnjë diskotek. Mjeshtra e madhe Zyliha Miloti është emri që lidhet pasgjillshmërisht me teatrin Migjenit të Shkodrës, ku luajti për krah emrave të mëdhenj si Tano Banushi, Paulin Preka, Zev Deda, Dran Dexhaji e të tjerë, me mbi 1.000 role në skenë dhe ekran. Ajo është simboli i gjallë një epoke të artë të artit skenik shqiptar, duke mishëruar me mjeshtëri, karaktere të ndryshme, që nga gratë e urta e drejt tek figurat komike, me një autenticitet të rrallë dhe një intuitë artistike që ma gjeps. Po pse një qashojnë me të? Që flok ka qore, me 2 vetu dhe.